Miqtin TV, unë jam jashtë ambienteve të Matrix Show Club, aty ku sonte do të performojnë tre artistë mëdhenj si DJ Aldo, Sony Malaj dhe Skivi. Ata do të performojnë së bashku, por edhe veç në skenën e Matrix, por ju do të ndiqni më tepër në të report së bashku me disa intervista mjaft interesante. Ndiqeni me mua Albin dhe shijoni. Sony, performanca jote në Matrix është pritur shumë. Kjo ndodh sepse zakonisht ti nuk performon shpesh në Tiranë. Pse ndodh kjo? Sepse po, është e vërtetë. Unë jo vetëm Tiranë, po në përgjithësi i zgjedh koncerte që të jenë sa më mirë, nga organizatorë vërtet profesionistë në vende shumë të mira, sepse edhe performanca që unë vi që nga kostumet, balerinat, ne bëjmë prova gjatë gjithë javës me këngët, me foni e gjitha, kështu që normalisht. Kemi parë një foto në Instagram ku ti shfaqeshëm një fustan goxha seksi të kuq. Nuk kemi kuptuar më shumë, ti s'ke dashur të ndash më shumë me fansat, na trego diçka më tepër rreth projektit. Është një projekt mjaft simpatik. Gena është një këngëtar shumë popullor, shumë i dashur për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Është një karakter shumë i veçantë i skenës muzikore dhe vërtet jam e lumtur që do kem këtë projekt me Genën. Më vjen mirë që unë jam duke bashkëpunuar me disa artistë që nuk kam bashkëpunuar më parë dhe këngët kanë rezultuar vërtet suksesshme. Por pas duetit me Genën, direkt filloj klipin tjetër sepse kam mbaruar 5 materiale. Nga ku 4 janë me DJ Aldon dhe dueti me Genën është nga kompozitori mirënjohur Edlir Begolli, që e përshëndes shumë. Skivi, super sukses për rezulton bashkëpunimin me Sonin. Në fakt, Sony ka bashkëpunuar edhe një herë tjetër, ka bashkëpunuar me Tingulli Trend. Tashmë bashkëpunon me ty, si duket? Po m'duket që e ka për 3 bashkëpunimin, m'duket 8 vite, 10 vite pas bashkëpunimit që e kishte dikur më herët me Tingullin Trend. Ndoshta ka qenë bashkëpunimi i parë për mu që kam bashkëpunu me dikon që është më i vjetër Sony. Si me vite në karrierë. Do më thonë Sony është para me në këtë lojë. Mos të harroj me përmend që e kam kalu një kohë tepër të mirë të DJ Aldo, bashkë me ata çunat e vet që i ka aty. Do më thonë ka qenë diçka jashtëzakonisht e mirë që më nxespres ndoshta prap me bashkëpunu diçka bashkë. Ti në fakt folë për bashkëpunime me Aldon, por unë do të pyes pak, do ketë projekte të reja Skivi këtë verë, sepse vera tashmë erdhi. Ka projekte normal, edhe unë si vet, edhe na si grup Baba Stars, po unë si vet jam duke u mundu me ardh deri me një përfundim të albumit. Brenda muajit do t'i presni 1-2 singla që do të vinë prej meje, veç vet, pa feature do të vinë pastaj. Okej, luja, sondet i luja, jashtë kontrollit, buja ka buja, durët e mia, jo në durët e huja, Skivi double S, profesorit shoja, ekipa shumë e madhe, thirë djelo sa rusa, ta shikon vënut, Versace Medusa, ti made in China, what a loser, what a loser, what a loser. Aldo, përveç pjesës së DJ, tashmë po të shohim edhe si le të themi producent, duke qenë se bashkëpunimin e Sonit me Skivin ishte tjej që bëre muzikën. Një prodhim imi, ishte një ide imja që Sony erdhi tek unë, kërkonte një këngë të kohës. Bëmte dhe ishte një ide imja që duhej një vokal rap edhe mendova nga ata vokalet rap që janë vërdall, mendova që Skivi ishte i duhur për këtë projekt. E besoj se gjithë diku ka dalë diçka shumë e mirë. Po kjo është vetëm një nga projektet e para që unë kam bërë për Sonin. Sony ka disa këngë tjera në studion time, po gjithashtu kam edhe projekte tjera për këngëtar tjerë.
do të thënë shqiptar edhe kosovar. Përveç projekteve të mia që janë pothuajse pjesa më e madhe janë dance ose janë tuaja, kjo është një gjë që unë më intereson, do të thënë të bëj sa më shumë projekte për këngëtarët tanë.